Maqedonia e Veriut ka marrë kritika nga Bashkimi Evropian për mosplotësimin e ndryshimeve kushtetuese. Gjatë prezantimit të raportit të fundit për vendet kandidate, Komisionerja Europiane për zgjerim Marta Kos kujtoi se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për zgjerim, por se dritarja mundësive për vendet e Ballkanit Perëndimor nuk mund të mbetet e hapur pafundësisht. Në raportin e saj, Kos përmendi Maqedoninë e Veriut duke thënë se nuk ka ndërmarrë hapa vendimtar për të avancuar në procesin e antarësimit gjatë vitit të kaluar dhe se duhet të miratojnë ndryshimet kushtetuese. Maqedonia e Veriut ka mbetur plotësisht e harmonizuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s dhe ka vazhduar punën teknike në udhërfyesit dhe planin e veprimit për klasterin 1, por vendi nuk ka ndërmarrë hapa vendimtar për të avancuar në procesin e antarësimit gjatë vitit të kaluar. Duhet të miratojnë ndryshimet kushtetuese në përputhje me konkluzionet e Këshillit të Europës të vitit 2022 për të vazhduar rrugën e tij drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri i Maqedonisë Mickoksi, gjatë takimit me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, përsëriti qëndrimet e partisë së tij dhe tha se nuk do të bëhen ndryshime kushtetuese pa garanci. Ne i përsëritëm qëndrimet tona të pandryshuara, që janë qëndrimet të dinjitetshme pas gjithë atyre poshtrimeve që i kemi përjetuar gjatë 25 viteve të fundit në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Maqedonia e Veriut është harmonizuar plotësisht me politikat e jashtme të Bashkimit Evropian, por mbeti prapa në zbatimin politik të reformave. Pa ndryshimet kushtetuese të kërkuara nga Brukseli, vendi rrezikon të mbetet pas Shqipërisë dhe Malit të Zi, që tashmë janë në grupin e vendeve me përparim të dukshëm.